Kompani telefonike pas urdhrit të dhënë nga qeveria shqiptare kanë mbyllur aksesin për të lundruar në TikTok, por qytetarët e Vlorës mendojnë se ende nuk është zgjidhur problemi. Pavarësisht se TikTok sipas tyre është një aplikacion pa filtra, i cili ndikon drejt për drejt te breziri, mbyllja e këtij programi nuk do të sjellë asnjë ndryshim tek rinia. Kjo për faktin se strukturat bazë të shoqërisë, sipas qytetarëve, nuk janë sot në nivelin e duhur. Nga familja, si struktura me ndikimi më të madh tek të rinj dhe më pas tek shkolla apo shoqëria, këto të gjitha po shkojnë drejt shturjes, duke e pasqyruar këtë efekt edhe tek brezi i ri. Pavarësisht se janë dakord me mbylljen e TikTok, qytetarët tregojnë se duhet bërë një punë edhe më e madhe për edukimin e brezit të ri, për edukimin e tyre, i cili fillon prej familjes, në shkollë dhe më pas në shoqëri. Problemi nuk zgjidhet vetëm me TikTok, se ka dhe rrjetet sociale të tjera, po TikToku për mua duhet mbyllur. Është degenerim i brezit të ri, gjëra pa motiv, pa kuptim fare. Budalliqi nga më të ndryshme mund të shikosh aty. Tash këta e justifikojnë jo se e drejta e fjalës, e drejta e asaj, nuk për mua është sa po vjen po degradon breziri që ne duhet të bëjmë një punë të madhe që nga duhet filloj, që nga shkolla, që nga familja, u prish familja, qeliza e shoqërisë është familja, u prish familja, detyrimisht edhe ambienti shoqëror, kështu. Për mua bën miq e mbyllur. Ti e prek edhe pak vetë, do hapet program tjetër, vazhdon thoj se e njëjta. Tash çfarë mund të bëjnë këto shoqëritë e këtyre gjëra, ore, kjo kështu, përderisa erdhi kjo kohë kështu do jetë. Po është puna që ne të marrim masat tona, secili të prekupoj fëmia e tij. Po ndërkohë, duhet mbyllim çdo rrjet social tashmë se mund të evidentojmë ne. Kjo është më tepër dakord, më tepër për të bërë në thonjza një presion që të kenë njerëzit kujdes. Nuk bëhet gjë me pajrore. Se sa më shumë ta shtungosh, më shumë do kërkoj ai tjetri se çoj duhet çfarë është, e kuptove. Për sa funksionimin e shoqërisë, familjes dhe shkollës si është? Janë nivel Jo, janë skandaloze fare, thash. Sot qeliza e shoqërisë është familja. Shprish familja, gjysmat e familje ke divorcuar, gjysmat i ke jashtë, një kush kujdeset për këta fëmijë, shkolla është bërë, nuk shkon dot në shkollë, shkon një ditë në çdo shkollë, qoftë 9 vjeçari, qoftë mesme, vetëm oluriet. Nuk bëhet mësim, mësuesët kanë frikë. Nuk i bërtasin dot në kuptimin e mirë të fjalës. Nuk janë shumë mallka që duhet të funksionojnë, nuk është vetëm ajo. Mjedi social që përfolaj shumë, po zgjidh problemin si mendon? Problemi nuk është zgjidhur, po ai duhet shaqur. Unë them që bën mirë që e mbyllur. Duke pasur TikToku, ka edhe gjëra të papërqyeshme në brezërinë e TikToku, pa ne e kanë mbyllur. Them unë. Dakor. Ndofta Nuk ka programe tjera apo vetëm TikToku? nuk e di unë ato programe të tjera. Ti si e përdorus vetë? Jo, s'ka përdorur. Ndërkohë brezëri si është? Tani që është mbyll TikToku, do vazhdoj të jetë në këtë lloj niveli që sot apo? Ata duan TikTokun. Patjetër. Nuk e di shumë si do bëhet. Do gjendet ndonjë zgjidhje që ta hapin prapë? Po, them se do hapet. Pse është bërë si mas? Po ja, për këta të rinj. Për të rinj që Ka arsye politike? Ja, nuk besoj. Brezëria e ka acaruar TikToku dhe nuk mund të tërhiqet. E shem të drejt mbylljen e tij? Po. Mendon se do të ketë aplikacione të tjera që mund të angazhohen? Nuk e di, po mbyllja është gjë e mirë. Duhet vazhdoj të mbyllen edhe rrjetet e tjera sociale? TikToku sidomos. TikToku po. Po familjen, shoqërinë apo dhe shkollën si ishte? Domethënë në raport me edukimin e brezit të ri. Mirë. Pastaj në nivelin e dorë, tani varet nga familja. Po pati kërkesë familja, detyrimisht fëmia do jetë mirë. Ja, unë kam qenë vetë mësuese. Dhe e ndjej që duhet kërkesë nga familja edhe të eci mirë punët. Vlen të theksohet se aplikacioni TikTok është ende i hapur, por në brendësitë të tij mund të dalin video të postuara më parë dhe jo postime të reja. Prej datës 12 mars janë ndërmarrë masat e para të pezullimit të kësaj platforme për 12 muajt e ardhshëm deri në gjetjen e një konsensusi me kompaninë e cila ofron shërbimin për mbylljen totale të programit në rang vendi.